Hadithin e radhës që e ka sjell prej lutjeve të pejgamberit alayhi salatu wassalam është duaja që e bënte shpesh Muawiya radhiyallahu anhu. Dhe gjithmonë kur e bënte këtë dua në minber, thonte këtë dua e ka mësuar nga pejgamberi alayhi salatu wassalam. Pra, prej edukimeve të sahabeve cila ka qenë është t'i përmbahen lutjeve të Muhamedit alayhi salatu wassalam në tekst. Njeriu të ndërum xhamat nuk do më thanë mos më lut me fjalët e veta, për kërkesat e veta. Normal, ti e di çka duhet, por ajo çka ka bëu dua pejgamberi alayhi salatu wasalam është më e mira, se përfshin kërkesën tënde dhe shtesa, sepse ai e njeh Zotin më mirë, ai din me lip më mirë, ai e din hakin Allahut më mirë. Andaj shiko Muawiya, ka qenë njëri meçëm, ka udhëheq shtet, e ka krijuar shtet i cili ka udhëheq me vite të tëra. Mirë po, kur hip në minber e bënte një dua në xhuma dhe thonte këtë dua e ka mësuar nga pejgamberi alayhi salatu wassalam. Cila ishte kjo dua? Thot Muawiya radhiyallahu anhu, e kam dëgjuar pejgamberin alayhi salatu wassalam duke e bërë këtë dua. Ka thënë la mani'a lima a'tait. Vini re të ndërum xhumat, çdo lutje pejgamberit alayhi salatu wassalam është mësim, është Kur'an, është hadith, është tauhid, është islam, është tërvije. Ka thënë alayhi salatu wassalam dua: o Zot, s'ka kush e pengon atë çka e jep ti. Çka çfarë duaje? Nuk ka dikush çka e pengon atë çka e jep ti. Pra nëse ti o Zot ki vendos dikujt mi dhon diçka, la mania, kjo mutlak e mohon mundësinë e pengimit. S'ka dal krijes që e pengon atë çka Zoti do m'ia dhon dikujna. Ban çka dush, së nja merr riskun dikujna. Dhe le të bojnë çka dojnë, së ta morr riskin tan. Ligji Allahu subhanahu, la mania lima a'tait. Atë çka jep ti o Zot, kjo ligj, kjo besim. Na besojmë se atë çka na e ka shkruajt Zoti s'na merr dikush, dhe atë çka s'na e ka shkruajt Zoti s'na jep dikush. A mund është i mja mol miliarderit riskin, së një merë. Së mundët fukaraja në të baje, qëfar doje manovra, së në merë, ja ka shkujt Allah i dikuj tjetër. La mani ali ma atajt. Ka thonë nuk ka mundësi me ta morë dikush, atë qka ta jep Zoti Gjelle Gjelalu. Wa la mu'ti, dhe s'ka dikush që ta jep, ma mana aha Allah, atë qka Allah e ka pengu. Zoti shdo me ta thonë, që që merë ti? Shiko për shemull, kjo vlenë për gjithë shka, për risk, për autoritet, për nder, për ftyrë, për gjithë shka. Allahu Gjelle Gjelalu i ka dhënë autoritet Muhammedit alayhi salatu wassalam. Wa rafa'na laka dhikrak, ta kemi ngrit lart emrin o Muhammed. S'ka e zan vetë se thirët o ashhadu anna Muhammeden Rasulullah. Dëshmoj çdo muezin këtë dunjaje, thot dëshmoj se Muhamedi është i dërguari i Allahut. Ja ka dhënë këtë autoritet. A mundet dikush që tu Muhammed me shti diçka tjetër? A mundet me shti, ase Bubekrin së nështi, ase Omerin së nështi? Shkaja, ajo veç Muhammed. Wa rafa'na leke ty ta kena ngrit namin. Sa fushata bëhet, sa abuzimi bëhet, sa televizioni munohet, Muhamedi kështu, a martu kështu, a bëhet kështu. Kot e kije. Allah i ka dhënë nam. Sa njeri munohet me shumë fushata me ngrit, filani i meqë me kot. Nuk thuhet për ta kur gjon për vetë se sa akon. Shikoni të ndërum gjumat, la mani ali ma atajt. Allahu gjëra ka bu liq, së në pengon, ka thonë Muhammed sallam, o Zot, kur së në pengon atë shka e jep ti? A unë jamer ti namin pejgamberit alayhi salatu wassalam? A ka diku që jamer? Sa televizioni, sa karikatura munohen me vizatu kështu e me vizatu ashtu. Pra pa jetë Rasulullah i dërguri Allahut, zemra ti nënshtrohen me dashnija tina. A dhe ka thonë alayhi salatu wassalam, hadith kanë zirë Imam Bukhariu, Allahu e jep me butësia çka nuk e jep me dhunë. S'ta jep me zor kur gjasën merë. O, insan merë me shtinë e kokë në kokën tane, kur gjasën ki me morë me dhunë, posa që e ka shkujt Zoti. Vetë Zoti që e ka shkujt. As një dinar ma shumë, as një gram ma shumë, kur gjo. Allah i ka dhënë autoritet Muhammedit alayhi salatu wassalam, dhe autoritetit i është pa cënushëm, nuk shbret kur qish. Plot fushata ka, plot libra ka, shkrujnë për ta, shka s'kan shkrujt për ta. Alhamdulillah që edhe shumica e muslimanëve as nuk e di që ka shkrujt kundër atina, se Zoti e runat, e run Muhamedi alayhi salatu wassalam. Dhe kjo vlen për krejt. Wallahi s'ne merr një gram më tepër. Ne rahatoju, la mani ali ma atajt. Ka thonë pejgamberi sa dua, o Zot, atë çka ti
E jep, sën ta pengon kërkush. A ka para hat? O vllai ndërum, qatë risk ka i të hangër, qa jo joti? Hiq musu, as musu shqetëson, as musu mërzit, as musu piklo. Krejt që ka kanë dikush tjetër ma shumë, e atinve u kanë. A e meriton asë meriton, si e tjaj, se ti si e Zoti. A e kupton ku po përzimi ka një herna? Po se meriton filani, po a ti t'ka veta ja? Pa që të vetë tyje. Pa dhe qafiri me kanë, pa që të vetë ma tyje, se qafiri miliardera, multimiliardera, pare se disa ka. Ti e shani musliman, me nëzit që ditën, s'ka lidhje, Allahu gjele gjelalu, që ora, e di aj, e di Zoti madhë gjele gjelalu. Dhe kundër ta ka thonë, së ne jep kërkusha që ka Zoti e pengon. Së ne jep. Ti thuj, ta bojnë me filani, munohë njerëzit me, ta bojnë me filani, zbad me nuk bad. Apo, sa njerëzit kanë menu për para, t'ja rëzojnë imam blëkin filanit, t'ja rëzojnë namin filan imamit e Buhanifës e të tjere. Kot Imam Ahmedi të ndërum gjëmat, kër e pyçnin, thonë të Imam Ahmedi, kër e pyçnin, qëfar dëshire kije, thonë të, uhibbu en la ja'arifeni ahad, zdu me mdjoft, kërkush. Pa Allah e ka shkujt që të ndryshe. Qa ka shkujt? Që mos me kanë dikush që se njët. A ka be dikush që se njët Imam Ahmedi? Ahmed ibn Muhammed ibn Hanbel. Kejtë e njëfni. Edhe ata shka zbesojnë e njojnë. Sepse Zoti ja ka dhonë. Nuk mundet dikush me adhon diçka që ka Zoti zdo. Dhe e kundër ta. A dhe shiko këta imam, këtë është atë që ka Zoti ka caktuar. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, shteti ka morë vendim, s'ka ki me fol, s'ka me shkrujt, s'ka këtimja. Kush se një Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, ja kanë mledh harf për harfi, se la manja li ma atajt, wa la mu'tija li ma mana'ahu Allah. S'ka dikush që e pengon atë çka e ka shkujt Allahu me dhanë, dhe s'ka dikush që e jep atë çka Zoti ka shkujt mu pengue. Dhe në fund çka tha pejgamberi alayhis salam, thot Muawiya radhiyallahu, wala yanfa'u wala yanfa'u dhal jaddi minhu al jaddu. Dhe ai çka ka pasuri dhe nam këtë dunja të Zotit, kur gjon nami si ban dobi. Ki nam s'do ban të Zotit dobi. Të Zotit nuk shkot jam profesor, jam akademik, jam hoxh, jam dietar, ja nuk shkot. Këto janë tituj kësaj bote. Të Zotit veç me takvallok. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Ma i miri te Allahu pi juve është ma i devotshmi. Kur të na vesin varr kanë ki Zot, kanë ki pejgamber, kanë ki libër, nuk mundesh me thonë ka dalë me mu se unë e di far titull e kam, ini të fol me filan titullin profesor. Profesor lëkit ka me në dunja, hoxha lëkit ka me në dunja, avëz lëkit jetë në dunja. Ajo që ka tjetë cila është pjesë e imanit, kanë e ki Zot kalzona, kanë e ki adhuru kalzona, kanë e ki pengamer kalzona, cila feja jote, kible kanë e ki pas. Ti të tjesin këtë dunja, shumë është mu lafdru me kera, kam pare une. Zban, la yanfa'u minhu dhe l'gjeddu minhu l'gjedd. Qka kiti pare dhe status dhe pesh të kësaj bote, qinat atje zbojnë dobi. Qinat zbojnë dobi, gjuj qinat. A ki po njëri kush kanë haq, kush kanë umra, veshet me ihram. Pse veshet me ihram? Ihram i qka? S'kam qina. Njerëz, nuk kam qina, veç i robi Allahit. Edhe këtë ihram e kam vënu sa mos mu pa avreti, se realisht as kjo sa. Apo një pishkire vënon, për me kalzu qka? Nuk ka dikush që mundët të Zoti me peshën e vetë të kësaj bote me ndiku të pesha e ahiretit. Dhe tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në fund, wa may yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fi din. E kujt Allah ja do të mirën, ja mëson fejen. E kujt Allah ja do të mirën. Pse ka thonë këta minjarë mas kësajna? Për me kalzu se pozita o kjo, pozita o feja, pozita e ilmi, pozita dëvëshmëria, pozita nderi, pozita fjala e mirë, pozita kur ki ftir, pozita është kur ti. Njerëzit thonë, kjo njëri mirë. E shifni njerëzit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thonë, kjo njëri mirë. A ka ma keq me kanë kundër të runa Zot? Erdha Abdullah ibn Selami te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, jehudi prift rabin, lexonte Tevratin. E këshyri pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe çka tha? Vallahi me ftirën e ka të mirë, tha ky sa rëna cak. Kjo pejgamber. Ai s'foli kur gjo. Dhe kështu janë edhe të ndërum xhamat shumë gjëra. Njerëzit s'ka nevojë shumë me fol. S'ka nevojë shumë me fol. E di njerëzit. Kot anive ti titullin mundesh me mor haxhi, ti titullin e marr umrexhi, ti titullin e marr namazli, këtë rregulla. Njëri thot po. As hoxha thot kallzojn pazarun e kët namazli s'ka bën, as kallzojn pazar. Hajde do të puna e unë të kallzoj çiki. Hajde do të këshirim me gra që sillet kë, as kallzoj. Që i bie çfarë?
Me yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid-din. Allah i kujta do të mirën, jam mëson fejen, jam mundson me praktiku fejen. Lutim Zotin e Madh, që Zoti i Madh xhel xhelalu na bën prej atyre të cilët nuk hidhrohen për të asaj çka se kanë marrë. Pra çka kena marrë, ajo është e jonja. As ka se ne marrë nuk është e jone, do të mura hatue, sepse nuk ka mundësi dikush me pengu riskun e Allahut, as me shtu riskun e Allahut, dhe pozitat dhe statuset e tona në dunja nuk vlen kur gjatë Allahut pos devotshmëria. Dhe ajo çka më e mira është mësimi i fesë së Zotit xhel xhelalu dhe zbatimi asaj çka e mësojnë prej fesë Allahu subhanahu wa taala. Elusim Zotin e Madh në këtë ditë xumaje, ditë të madhe, që Allahu na bën prej atyre që e mësojnë fejen, e mësojnë Kur'anin, e mësojnë hadithin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Zotin e Madh xhel xhelalu që Allahu t'i pason zemrat tona, që Allahu te bareke ve na bën me çinat e ahiretit, me statuset e ahiretit, jo me statuset të kësaj bote, jo me namet të kësaj bote, por me nam të ahiretit. Elusim Zotin e Madh xhel xhelalu që Allahu subhanahu wa taala na bën që të jemi razi dhe të jemi të kënaqur me furnizimin që na jep Zoti. Na mundson Zoti çat furnizim që e kena me e marr, ta marrë nga rruga halal, mos ta marrë nga rruga haram. Elusim Zotin e Madh xhel xhelalu që Allahu subhanahu wa taala na mundson që zemrat tona të jenë të pastërta, që fjalët tona të jenë të pastërta, që trupat tona të jenë të pastërta, që t'i bëjmë adhurimet tona të bëjmë kabull te Allahu subhanahu wa taala, sikur që tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, wa ajib da'wati, dhe o Zot pranoj lutjet tona. Elusim Zotin e Madh në këtë ditë xumaje që kudo që ka musliman dhe janë të dobët dhe janë në skamje dhe janë në vështirësi, Allahu t'i ndihmon ya rabbal alamin.